shpe.
është një kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu së bashku sot dhe të mirëpresim kryeministrin, kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama në këtë shesh në Kavaj. Ka qytete dhe data që mbeten simbol në kujtesën e një populli, në kujtesën e një vendi. Dhe marsi i 1990-ës është fiksuar në kujtesën e shqiptarve dhe Kavaja po ashtu si simbol i rezistencës së parë ndaj një regjimi që i kishte lodhur e i kishte varfruar shqiptarët. Ajo thirrje e brendshme, e bërtitur së jashtëmi, liri, demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europa në stadiumin Besa. E para protest masive e zhurmshme kundër një regjimi u përhap në të gjithë vendin si një thirrje e madhe, e duam Shqipërinë si gjithë Europa bollmë. Prandaj Kavajsit, ky qytet, ai mars do të mbetet gjithmonë si një dëshmi që sa herë Shqipëria ka qenë e lirë, ka zgjedhur Europën. Sa herë shqiptarët kanë mundur të bërtasin me zërin e tyre të lirë, ata kanë parë nga Europa dhe i kanë vënë dërmën. Çdo sistemi, përfshirë këtu, edhe shëmbëlltyrave të tyre të këqija, shëmbëlltyrave të komunizmit, idhujve të rrem të tranzicionit që kanë dashur ta mbajnë peng, jo vetëm këtë qytet, po këtë vend, dhe vijojnë të duan të mbajnë peng një popull të tërë vetëm për hallet e tyre personale. Por ashtu siç ajo thirrje ku mboi kaq fort, sepse jo vetëm ishte një thirrje shpirti për së jashtëmi, por mbi të gjitha, ajo ishte esenca e kontradiktës së madhe të këtij populli, i cili duke qenë një nga bërthamat e vjetra të Europës, ishte ndarë përdhunshëm nga kontinenti, nga familja natyrale për shkak të regjimeve të dhunshme. Por ja ku jemi, 35 vjet më pas, triumfues, sepse jemi në dyert të Europës. Jemi sot më pranë se kur realizimit të ëndrës tonë të madhe, të ëndrës së paraardhësve tanë që luftuan për këtë vend, që dhanë jetën për këtë vend, që u dergjën burgjeve për këtë vend, që e mbajtën lart lirin, demokracin, shpresën për një të ardhme më të mirë në zemrat e tyre. Për të gjitha ata që në këto vite tranzicioni, shpesh të shëmtuar, u larguan nga syt këmbët, ca nga kufit dhe mbetën andej me fëmijët në krah për të ndërtuar një jetë më të mirë, ca deteve, ca ja dolën kalonin, ca i treti deti, ca nuk ja dolën. Por edhe për ata, ne do të realizojmë ëndrrën tonë të madhe për ta bërë Shqipërinë pjesë të familjes tonë natyrale, familjes evropiane. Këtu në Kavaj, si kudo tjetër, për shkak të kësaj simbolike të fortë që ka lidhja midis protestave të para, rezistencës, por edhe një lloj besnikërie që Kavaja e ka dhënë pa kursyer për ata që sot kanë tradhtuar çdo ideal, kanë tradhtuar çdo shpresë, kanë tradhtuar çdo votë, sepse nuk luftojnë për interesin e përgjithshëm e për familjet e këtij vendi, po vetëm për një familje të vetme biologjike dhe politike. Ata i kanë tradhtuar ëndrat atyre që u ka dhënë votën, besimin e njerëzve, shpresat e këtij vendi. Dhe sot, shpresa e vetme, mundësia e vetme, ajo që na bashkon të gjithëve, përtej çdo dasie politike,
është Edi Rama dhe Partia Socialiste për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është më një ëndër, kjo është një perspektive afërt, kjo është një mundësi që nuk duhet lënë të na ikë e të shkojë. Në këto 2 vite, ne duhet të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian sipas një plani të dakordsuar me partnerët tanë. Duhet ta bëjmë këtë për fëmijët tanë, duhet ta bëjmë këtë për trinjtë e këtij vendi, duhet ta bëjmë këtë për çdo njeri që do të jetë qytetar i barabartë me të drejta, liri, mundësi në këtë perimetër të madh lirie, mundësie dhe të drejtash që është Bashkimi Evropian. Ne duhet ta bëjmë këtë sepse rruga tjetër është një rrugë pa krye. Një parti e cila sot nuk është e lirë as të vendos, një parti që është e marrë peng nga një njeri, respekte për të gjithë moshuarit, për gjyshrit tanë, për prindrit, po një 81 vjeçar që nuk ka lënë gjë pa i bërë këtij vendi, që në 96 zgjedhjet dhe na largoi nga rruga jonë evropiane. Në 97 shkaktoi një luftë civile, morëm armët kundër njëri tjetrit për të. Në 98 kur ishte në opozit, bëri grushtin e vetëm të shtetit që ka ndodhur këtu pas përmbysjes regjimit lam-nam ndërkombëtar. Në 2008 vrau 26 njerëz në Gërdec për biznesin e tij familjar. Në 2011 ekzekutoi 4 njerëz në bulevard, 4 njerëz të lirë që protestonin për drejtat e tyre dhe do sot të kthehet. Jo se e ka marrë malli për këtë vend, jo se ka të shtijap, sepse ky vend ati i ka dhënë gjithçka dhe ai i ka marrë gjithçka dhe si ka dhënë mbrapsht asgjë. Përkundrazi, na ka kthyer pas. Prandaj thirrjen këtu në Kavaj, në qarkun e Tiranës, në Rogozhin dhe një përshëndetje për gjithë ata që na janë bashkuar nga Rogozhina. E kemi sot shumë të qartë. O me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste në Europë, o me ata në gropë ku kanë mbetur dhe ka ku nuk po dalin dot. Prandaj jemi pa komplekse në gjithë fushatën tonë. Ne kemi qenë së bashku si ekip në çdo fshat, në çdo lagje, kudo, për takuar njerëz të rinj, të reja, pleq, njerëz, grupe interesi, biznese që ndërtohen të shumt në gjithë Bregdetin e mrekullueshëm të Kavajës, e të Rogozhinës, pas një lloj kompleksi. Votën ja kërkojmë gjithve për te i gardhit Partisë Socialiste, për te i flamurit ton, për te i sloganeve të vjetra të partive. E kërkojmë jo në emër për të partisë, po në emër të Shqipërisë. Prandaj shumë të djathtë na janë bashkuar, sepse kuptojnë që kjo është rruga e vetme. Ashtu si në 92-shin, 2 vjet pas protestave tuaja, zjarta, 2 vjet, shqiptarët vendosën që t'i vënë kapak përfundimisht një kohë të shkuar dhe të hapin një kapitull të ri dhe u bashkua në një votim masiv në qytete në fshat për të rrëzuar regjimin cili i kishte ikur koha. Edhe sot ne do bashkohemi më të shumt se në 2021-shin, me një vot më të madhe, më përfaqësuese për Edi Ramën, për t'i dhënë atij mandatin e fortë të bashkimit shqiptarëve, që në 16 maj, kur në qendër të Tiranës, në sheshin Skënderbej, do vinë të gjithë udhëheqësit evropian, ne t'i presim me këta 2 flamuj, që është flamuri ynë, identitetit ton, flamuri gjakut ton dhe flamuri Bashkimit Evropian që është ëndra jon. Faleminderit gjithve, fitore për numrin 5, për Partinë Socialiste, për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Dua tani të thras këtu kandidatët tanë, ekipin ton fantastik për Kavajën dhe Rogozhinën, Ilva Gjuzi. Ajo thot jam një vajzë nga Golemi, në fakt është një nën e 3 fëmijëve që
ka studiuar jashtë, që është kthyer të jetojë në golem, një profesioniste e zonja që do jetë një zë shumë i fortë për Kavajën në kuvend. Eldi Çepeli, një djalë i Kavajës, një profesionist i ri, me një familje të mrekullueshme, i cili së bashku me të gjithë është vërtet i ri në këtë profesion, garon për herë të parë, po e bën me shumë emocion dhe me shumë zemër fushatët. Antonela Dedej, një vajzë e gosës e Rogozhinës, një profesioniste, edhe ajo në kryetare bashkie, ka qenë kryetare e komanduar e bashkisë së Rogozhinës në një kohë shumë të vështirë të tërmetit dhe pandemisë, po punon, është një nënë e re me një djalë 2 vjeçar, po punon shumë fort për të maksimizuar votën tonë në Kavaj dhe në Rogozhin, po bën një fushat shumë bukur dhe jo për nga rëndësia, sigurisht, Pandi Majko që thirret i fundit, një personalitet i Partisë Socialiste, ish kryeministër, i cili ka ardhur shumë përulësisht në Kavaj dhe Rogozhin për të punuar. Ne fushatën e kemi bërë si një ekip i vetëm. Kemi shkuar në çdo njësi administrative, në çdo fshat, kudo, në çdo lagje, ja kështu siç jemi së bashku, për të thënë që nuk na ndan vota personale, po na bashkon misioni i Shqipërisë Europiane, 11 maj dhe fitoria jonë e madhe. Dhe tani ftoj kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin e sotëm dhe tarqëm të Shqipërisë, Edi Ramën. Bravo Kavaja për entuziazmin që tregoni. Bravo për mbështetjen, për Partinë Socialiste, për Edi Ramën dhe për besimin që do t'i jepni më 11 maj numrit 5 dhe Partisë Socialiste. O të keqen. Përshëndetit gjithëve. Unë jam Eldi, jam djalë Kavaje, i lindur, i rritur, i shkolluar në këtë qytet të mrekullueshëm. Jam rrindur nga 2 prindër, njëri ushtarak që më mësoi disiplinën dhe tjetra mjeke që më mësoi ç'është humanizmi. Jam këtu për dhënë përfaqësimin më të mirë për qytetin tim, që më dha emër, më dha karakter, më dha qendresë. Falenderoj kryeministrin ton, Partinë Socialiste që më bëri pjesë të familjes më të madhe. Falenderoj drejtuesën politike që na dha mbështetjen dhe gjithë ekipin ton që kemi punuar së bashku këto 40 ditë. Ju përshëndes gjithëve ju që më pritet nëpër shtëpia, më hapët dyert dhe të gjithë të tjerët që si kam takuar akoma, po do t'i takoj këto ditë. Ju faleminderit, ju dua shumë. Ne bëjmë ndryshimin. Përshëndetje gjithëve Kavaja dhe Rogozhina, shumë faleminderit që jeni sot këtu. Jam e kënaqur që jemi gjithë të bashkuar për një fitore, dhe jo vetëm për fitoren e Partisë Socialiste, por për fitoren e gjithë Shqipërisë. Ju falenderoj shumë. Partia Socialiste ka qenë partia e cila e ka mbështetur jo vetëm Rogozhinën, Kavajën, por gjithë Shqipërinë në momentet më të vështira që ka patur Shqipëria. Kështu që gjithë së bashku, pa u menduar fare, duhet shkojmë drejt fitores madhe për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ju faleminderit gjithëve. Mirë se u gjetëm. Jemi sot këtu, në sheshin kryesor të Kavajës, me qytetin e lirisë dhe Rogozhinën qytetin e pesnikrisë. Jemi në një takim shumë të veçantë. Në të gjithë qarkun e Tiranës do të ketë 2 takime përmbyllëse, dhe njëri prej tyre u vendos të jetë këtu në shenjë të respektit
për këtë qytet, i cili është tregues se këtu, në këto anë, është krijuar qeta e parë e Pezës. Këtu ka filluar dhe lëvizja e parë për lirin. Ndaj ne duam që rrugtimi i fitores son në datën 11 maj me mitingun më të madh kombëtar që do të jetë në kutinë e votimit. Duam ta fillojmë nga kavaja jon. Nga kavaja jon, e cila rri dhe vështron. Ajo e di shumë mirë që ne nuk jemi të përkryer. Por numri 5 është ftesë, është ndjes, por është dhe besë për të ardhmen. Unë jam këtu me një shokun tim të vjetër, i cili gurin e Sizifit të shumë brezave politikan, tani po e qonë drejt majës për ta marrë dhe goditur dyën e derën e Bashkimit Evropian dhe për t'i thënë si shton Kavajsit, mbretëresh, hap në derën. Ka shumë kohë që të gjithë shqiptarët po kërkojnë pikërisht këtë moment. E humbëm njëra ta në 96-ën dhe pastaj ndodhen tragjedit njëra pas tjetrës. Po tragjedia më e madhe ishte vonesa e madhe historike që ne i dhëruam brezave tanë. Sot përballë është e njëjta vonesë që ju thot më bëni edhe një herë nuse. Përballë ti është maratonomaku ynë. Vota për të cilin dhe mandati për të cilin është stabiliteti, është paqja, është ardhmja sigurt e fëmijëve, të qohesh nesër në Kavaj, në Rogozhin, në Vorë, në Kamës, në Tiranë dhe t'i thuash vetes që këtu nuk ka për të ndodhur gjë, sepse kam një kryeministër të cilin e kam votuar dhe i cili pas një jave me mandat të plot do të shkojë të ulet i barabart midis të barabartëve me gjithë drejtuesit e Bashkimit Evropian, të cilët në mënyrë pa precedent kanë vendosur që mbledhjen e tyre ta mbajnë në Shqipëri. Ndaj, tani, më lejoni, në emrin tuaj dhe të gjithë shokëve të mi të skuadrës, të ftoj të marrë fjalën maratonomakun ton, kryeministrin e arshëm të Shqipërisë, Edi Ramën. Shumë faleminderit, edhe duke qenë se Pandi bëri një përshkrim lidhur me mua. I'm real when I shop my face. Alarm rating Kavaj. Për mua personalisht është ditëri më i madh që do ketë Shqipëria. Personalisht, falenderoj shumë. 198 cm janë. I'm real when I shop my face.
in another RS. 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 Quattro plakt op de weg. Strijden rabatteur, schabelijk je gef. Yeah. Smoking on thorn, can you smell that? Put 100 bands in a duff bag. Pull up in the ghost where the roof at. Gucci from my toe to my do-rag. Walk in my phantom. Came in a two-door fountain. Nigga run up on me to my backside. Got a bad bitch in the backside. All the water on me like I'm baptized. If we switch up on the gang, sing on that side. Bitch, a little perk, do a lot of fraud. Pre-roll, running, crack a lot of cars. Go to Sad Fish, spend like 30 bands. Walking out of Gucci with a Louis bag. Smoking on thorn, can you smell that? Put 100 bands in a duff bag. Pull up in the ghost where the roof at. Gucci from my toe to my do-rag. Hey. Hey, hey, hey. Dikke zo boeien, boeien. Handen niet voelen, dikke zo boelen, boelen. Neem me onder, doe je, doe me, bra, bra, bra. Halandok, ey. Oeftelom dat ik onder belok, ey. Moelatok, ey. Na zdrowie. Dama. We zijn boss om dash. Migo, kerst het, dama, ja. Hoes even, ey. Shumë faleminderit për këtë surprizë. Tani kthehemi ke unë dhe ke Pandi. Nuk jemi kaq ritmik sa këto vajzat jashtëzakonshme, po jeni të bindur që siç rrihnin këmbët e tyre në këtë podium, kështu rreh në çdo çast edhe zemra edhe mendja jon për të bërë më të mirën. Edhe siç e kam thënë dhe më parë, ne nuk jemi më të mirët, po më të mirë se ne s'kan ku gjejnë ata që kërkojnë. Ndërkohë që ju që jeni këtu se s'ka më të mirë se ju. Unë dua të mbyll atë parantezën që nisa, kur Pandi më kërkoi për të folur për fushatën e tjerë, edhe më tha, më vjen mirë, tha, që jam në Kavaj edhe në Rogozhin, po të pyes, tha, pse? Edhe i thash, ik njerë dhe se do të jap përgjigjen një ditë, dhe kjo është momenti për t'i dhënë përgjigjen. Pse? Ky bulevard këtu nuk ekzistonte kur ne morëm detyrën. Ky qytet ekzistonte, patjetër që ekzistonte, por nuk ishte ky qytet që është sot. Dhe këtë mund ta dëshmoj çdo qytetar i Kavajës, pavarësisht bindjeve. Nuk besoj se dikush sado inat të na ketë apo të më ketë mua për më tepër, mos na japi këtë hak që Kavajën ne e nxorëm nga plerat e Harresës dhe jo vetëm të Harresës, po dhe të një përçmimi që i vinte jo nga ne, që nuk na kishte votuar kur Kavaja,
po i vinte nga ata të cilëve Kavaja ju kishte dhënë mbështetje pa kushte për gati çerek shekulli. Dhe sot nuk ka në Kavaj një vend dhe nuk ka në Kavaj një ndryshim që e bën këtë qytet shumë më tërheqës, shumë më mesdhetar, shumë më europian, si që është gjithë ky territor këtu, që nuk ka vullën e mbështetjes time dhe të Partisë Socialiste për Kavaja. Nuk ka. Se po shifsha këtu tani që pllakat janë zvendësu me beton. Nuk jemi ne këta. Nuk i bëjmë ne këto. Dhe tani sot ne jemi këtu natyrisht për të folur për 11 majin dhe për një fushat kombëtare dhe për një palëzjedhje kombëtare, por ja që për çmimi i dikurshëm dhe ajo ndjesia e tmerrshme e atyre që ja morën Kavajës votën në mënyrën më pa kushte, është në fakt karakteristika e asaj kënete dhe ati bufi në kryet kënetës që njerëzit i do si specie nën hyshmin e vetë dhe që asnjëherë nuk mendon se si ti ngrej, për kundra si mendon vetëm si ti mbaj nën vete. Sot ne vim këtu me këtë skuadër dhe në anën tjetër ka i skuadër tjetër. Pash një këtu që ke kishte posterin të xhami i Berberit, edhe duhet a mbaj Berberi se ky çuni që është në poster është fiks për të ftuar njerëzit që të qethen mren. Po, jo, është fiks portreti si që janë ata që vijen të berberanët që futu që të dukesh si ky. Ta mbaj aty thjesht i heqje ato madhështore, ato që janë ato, se nuk do kenë më kuptim masimet majt, po ato çunin ta mbaj. Dhe çeka i skuadrës. Mirë po, në atë skuadrë, në fakt, më i rëndësishmi për ata që duan të dinë se këtë votojnë në 11 maj, është ai që s'është. Më i rëndësishmi në atë skuadrë, për të gjithë ata që akoma vazhdojnë dhe mendojnë çfarë të bëjnë në 11 maj, apo për ata që akoma rrinë me syt nga këneta, është ai kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës, që bëri një faj shumë të madh. Fitoi primaret në gjithë Tiranën. Dhe duke fituar primaret në gjithë Tiranën, përfundoi në barkun e bufit, e hëngri bufi. Se bufi nuk do individ të lirë. Bufi do sklever. Bufi nuk do qytetet bukra. Bufi do vendbanime që t'jetojnë vetëm me hijen e tij. Parafytyroheni. Bufi mori mbështetje të pafundme në disa pika, po 2 pika kanë qenë ato që e kanë mbështet në mënyrën më së mbyllur. Tropoja dhe Kavaja. Tropoja dhe Kavaja janë 2 pikat që kanë pas më pak investime nga qeveria e Bufit se sa të gjithë të tjera në gjithë Shqipërinë. Mendoni që është rasti? Jo, nuk është rasti. Nuk është rasti. Mendoni që është rasti që e hëngri hysën e shkret. Ku është hysa?
Ku është? Ku është Hysa? Nuk është në skuadër. Më kanë thonë që nuk është asë në Kavaj. Ja u them unë ku është. Ke barku bufit. Dhe nuk është vetëm Hysa. Të gjithë ata që fitun në primare, sepse kishin një fytyrë të tyren, sepse kishin një rreth të tyren, sepse kishin një sinqeritet të tyren, sepse ishin aty në kënet më pa hajde, por ama si do qoftë, kishin një njerëzillëk të tyren, nuk janë në skuadrën e kënetës. Nuk janë. Nuk janë. Se nuk po them gjellën e detit të Peqinit Dashsulën. Se ai se gjeli s'është zok kënete. E bufi s'mund ta durot e gjeli, me zi pritit vini zgjedhjet dhe zhduku fare, e fitoi e primarët. Po them këta tjerët. Tani i them demokratëve të Kavajës, ata që mendojnë të shkojnë në 11 maj, edhe të vazhdojnë ta hedhin votën në kënet. More, po çfarë? Po si ka mundësi? Po si ka mundësi? Po për çfarë ju duhet? Për çfarë ju duhet? A ju boni qytetin? Jo. Qytetin, aq sa është bërë, e kemi bërë ne. Dhe aq sa do bëhet, do ta bëjmë ne. Po mirë qytetin se ja u bëri. Po ju hëngri dhe Hyseinin. Nuk ja u respektoi minimalisht njeriu tuaj që zgjodhet vetë. Dhe nuk e zgjodhet vetë në revolucion. Ju tha bufi, dilni, ka ardhur liria, zgjidhni. Ai u nxori të gjithëve me pak, kush e ka kokën i çik si për ujë, i preu të gjithë prap, edhe këneta është rrafsh tashi, edhe janë të gjithë bretkosat që bëjnë kua, edhe del edhe në një salamandër si ai në Elbasan që thatë do t'ju ham gjallë. Dhe sot, po i them pandit këtu në sy tuaj, kjo është arsyeja, pse ke ardhur këtu, sepse ne për Kavajën edhe Rogozhinën natyrisht, por fiksimi është këtu. Nuk duam që të mbetemi në asnjë lloj borxhi. Ne duam që Kavajës i dalin borxhit. I kemi sjell Mamicën, kryetaren e kuvendit. I kemi sjell Ilvën, Eldin, që prapë është çuni ju i këtu. Antonelli po ashtu, dhe me të gjithë këta bashk, kemi sjell edhe kryeministrin e luftës Kosovës, një figurë tani më e historisë Partisë Socialiste, por në të njëjtën kohë edhe një protagonist i ndryshimeve demokratike, e njëkohësisht edhe brenda nesh, gjithmonë një urë paqe dhe mirëkuptimi me të gjithë. Kështu që unë nuk e di se çfarë duhet bënim më shumë, po di ama që nëse Kavaja do që ne ta rimarim edhe një herë nga e para, me shumë vrull, transformimin e qytetit, duhet votoj ne. Nëse Kavaja do që në parlamentin e Shqipërisë të ketë përveç 2 deputeteve që i ka sot, se i ka në listën e mbyllur, sot, edhe më shumë se 2, i ka zgjedhjet njërën më të mirë se tjetrën. Nëse Kavaja do që përveç këtyre të mos mungoj me shumicën e vetë në takimin me historinë në 11 maj, për këtë pasaport europiane, që nuk është tesra e Partisë Socialiste, nuk është pasaporta që zëvendëson pasaportën që kemi sot për të lëviz pa viza, është statusi i ri i shqiptarit në Europë,
është statusi I ri I Shqipërisë në Europë. Është pasaporta e identitetit europian të shqiptarëve, jo vetëm me zakon, se me zakon ne këtu kemi qenë nga më të vjetrit në këtë kontinent, në këtë qell, por edhe me ligj. Nëse I do të gjitha këto, Kavaja duhet bëhet shumicë për Partinë Socialiste. Shumë e thjeshtë. Dhe tek çdo njëri nga kandidatët tanë, kavajësit që nuk janë socialist, I kanë të gjitha arsyet që të shohin njeriun, të shohin protagonistin shoqëror, të shohin protagonistin politik, të shohin zërat që do t'jenë nesër vlerë e shtuar për Kavajën. Në fundit, kur ne shkojmë në zgjedhje, nuk shkojmë për të bërë krushje. Shkojmë për të bërë krushje. Ne shkojmë në zgjedhje për të zgjedhur kalin më të fortë që e tërheq më shpejt karrocën e punëve tona. Tashi si mund të zgjedhësh një gërbuq vetëm se është kali I nahijes tate. Çfarë ke më bet? Si mund të vazhdohet mërë, se nuk e kuptoj, si mund të vazhdohet se ma tha bugur një zonjë. Tha, ore tha, po gjithë jetën na kanë thënë tha që ne duhet kujdesemi për pleqt. S'është kjo punë tha duhet gjithë kemi ne I plak tha të kujdeset për ne. Edhe kështu është. Ore, kush është demokrat me njerëzilik? Ore, nuk duhet shkoj ta votoj kënetën qoftë edhe për mos hynë gjinof me majt plaku në ujë rrugëve që nuk lidh më as fjalët. Është hysh gjinof. E tregova atë fabulën kur I thiri baba kalamojt, 3 çunat. Të modit I tha do kujdesesh për arën. Të dytit I tha do shesesh prodhimet e arës. Të voglit I tha kurse ti tha do kujdesesh për babën tha. Që kur lajthisi baba tha mos e lesh me dal nga shtëpia. I tha I vogli po si do ta marr vesh unë o bab tha. Kollaj fare tha. Kur baba të filloj të ngatroj tha, fjalët e konakut burrave me fjalët e konakut grave tha, mos e lej babën me dal mo tha. Ai bufi atje ngatron jo fjalët e konakve, po ngatron dynjan. E tashti ngatrohet dhe me kom të veta. Se ma ka thoni Kavajs dikur për një njeri që ngatroi, I thot I gjimo bishtit vet. Ai I gjimo bishtit vet. Do ta bëjmë Kavajën madhështore, që kur e thot këte duhet me I vu vizën. Po nuk duhet ju lodh me të, por duhet ju them që kemi në dorë një mundësi historike. Fati e ka dash që gjithë përpjekja që kemi bërë, gjithë puna që kemi bërë, gjithë durimi që kemi pas, duke I rënë derës Bashkimit Evropian, ne bjerë e dera mbyll, ne bjerë e dera mbyll, ne bjerë e dera mbyll, të na shpërblehet, sepse tani është një moment që jo thjesht për ne, po dhe për interesin e tyre, ata e kanë hap derën. Është shtëpi të pasurish, shtëpitë të pasurve nuk e mbajnë derën hap gjithkohës, ju e dini shumë mirë. Janë shtëpitë të varfërve që e kanë derën hap gjithkohës. Shtëpitë të pasurve e hapin derën, jo kur I biti derës, po kur dhe ata aty brenda kanë interes të fusin ty brenda. Dhe ky është momenti që janë përputh këto interesa. Na kanë dhënë 2 vjet kohë deri në 2027. Po të pasurit I harrojnë shpejt ato që thonë, se I del një interes tjetër më I madh. Kështu që ne duhet të vrapojmë që të mbyllim negociatat brenda 2027-s dhe të hymë në atë shtëpi, ta ulim Shqipërinë si zonjë në atë sallon dhe t'i japim fund historisë shekullore të popullit të dorës dytë,
të popullit të trajtum si popull i dorës dytë, të popullit të përçmum si popull i dorës dytë. Zoti na ka dash të jemi këtu në zemër të Europës, qysh në agimin e korave, dhe akoma sot jemi të huj për Europën. Këtë mund të ndryshojmë vetëm vetë, me kokëforci, me karakter dhe me bindjen se identiteti ynë Europian është i patjetërsueshëm. Por kjo do forcë, kjo do bashkim, kjo do të shohësh të kaluarën me sytë të ardhmës, jo të shohësh të ardhmen me sytë e bufit kënetës. Kjo do të shohësh flamurin kuqezi, jo të shohësh ngjyrën e ujit kënetës. Kjo do të shohësh tek tjetri në krah një fuqi më shumë, pavarësisht se ai mund të ketë bindje të tjera, sepse të gjithë bashk ne një bindje nuk e ndajmë dot. Nuk e ndajmë dot. Bindje që ne jemi pasardhësit e Skënderbeut, pasardhësit e Ismail Qemalit, ne jemi pasardhësit e të gjithë bartësve të amanetit që ka të shkruar fatin europian shqiptarve. Na ka ardhur në dorë, si që erdhi në dorë të gjithë atyre që në mars të 92-shit shkuan dhe votun për Partinë Demokratike. Shumica e tyre nuk ishin me Partinë Demokratike, por ama ishin me Europën, ishin me lirinë, ishin me demokracinë. Dhe donin t'i vinin vullën një ndarje me të kaluarën. Dhe vajtën atje. 6 muaj më mbrapa e xorën prapë në pakic Partinë e Bufit. Por ama me 22 mars nuk ishte një zgjedhje për partit, ishte një zgjedhje për Shqipërinë, Shqipëria në Europë, apo Shqipëria akoma me hijen e të shkuarës. Dhe e bën shqiptarët. Disa të tjerë bën ato që bëra dhe unë. Unë për Bufin nuk shkosha i gjallë për të dhënë votë. Se ja kam një herën sa e kam pa ke qyteti studenti. Ja kam një herën e Tesrës, Partisë Punës në xhepin e Partesys Bardh. Që thoshte Ramiz Alia është presidenti jonë dhe nuk mund votoja për Bufin. Por ama si mundet unë të shkoj të votoja për një parti tjetër në 22 mars. Kur 22 marsi ishte vendimarrja midis Europës dhe të shkuarës, nuk mundesha. Atëherë nuk shkova fare në votim. Kështu që ata demokrat që e kanë kaq problem fytyrën time, që më kanë kaq problem mu, që na kanë kaq problem ne, që kanë kaq problem komunizmin që ka vdek, dhe që në qoftë se ka një qeliz komunizmi që jeton akoma, është mukje truni i vogël i Bufit Kënetës. Ata mos shkojnë fare votim. Po jo të shkojnë të hudhen Kënet. Po ne me zi e nxorëm kavaje nga Këneta. Ne i dham kavajës detin. Ne hapëm vijën ujore për ta lidh kavajen me detin. Qa duhem ta mulla? Si mund të qohet robin mjes ditën e diel? Edhe të shkojt maj radh për të hudhë në Kënet. Si është kjo? Po për qarje? Për qarë? Për shku ke berberi këtu? Për qarë? Kot? Pa lidhje? Për qarë? Sepse as nuk kanë në i shansë të fitojnë. Do thoni ju po mirë, në qofë se ata s'kanë shansë të fitojnë tipë se bërtet ka shumë. Sepse ne nuk na duhet një shumic aritmetike. Ne na duhet fryma e bashkimit e shprehur në i shumic shqiptare. Ne na duhet që kur të vinë ata burrat, dhe ato gratë që tha Pandi, nga gjithë Europa, tek sheshi Skënderbej, në 16 maj, ta marrin shumë të fort mesazhin e 11 majit. Jo ne socialistët, jo,
ne populli shqiptar duam të bëhemi pjesë dhe antar të bashkësisë së popujve të Europës. Këtë duhet marrin mesazh, këtë duhet kuptojnë. Duhet jetë një shtysë e madhe. Dhe për këtë duhet ndihma e gjithëve, duhet kontribuojnë gjithë. Dhe ju them të gjithë prindërve, dhe këtu e mbylla, prindërve demokrat, që kanë fëmijë sot në shkollë, në kopësh, në qerdhe, ju them, po çfarë mund t'i bëni ju fëmijëve më shumë? Çfarë mund t'i dhuroni atyre një gjë më të madhe? Duke u angazhu në zgjedhje, se sa t'jepni dhe ju kontributin tuaj që t'i jepni fëmijëve pasaportën europiane. Nuk na e dhanë dot ne, nuk na e dhanë dot ne prindrit tanë pasaportën europiane. Nuk ja u dhanë dot gjyshrin tanë, prindërve tanë pasaportën europiane. Dhe kështu deri thellë në histori, ne mbetëm të huaj në mes të Europës. Ne dhe sot e gjithë ditën kur shkojmë atje, na nxjerrin anash, na fusin në atë korridorin tjetër, fillojnë nga pyetjet, jo ku po shkon, jo kush t'ka ftu, jo sa do rish, sa lek ke me vete, dhe pastaj ti s'ke hudh akoma hapit brend, kur do ikësh? Të huaj. Të huaj. Ndërkohë që me këtë pasaport, fëmijët e këtij vendi mund të shkojnë në çdo shkollë, në çdo universitet. Jo si shkojnë sot. Jo si shkojnë sot. Si të huaj. Me tarifa që prindrit i paguajnë 10 herë më shtrenjtë se sa prindrit e fëmijëve që janë atje. Po me të njëjtat kushte dhe me të njëjtat shpenzime, njësoj si fëmijët e Greqisë, Italisë, Spanjës, Gjermanisë. Çfarë mund t'i bëjnë dhuratë më të bukur? Dhe nëse e kanë kaq problem që do votojnë aty ku shkruan Partia Socialiste e Rama, kjo është dhe një arsye më shumë që ta bëjnë, sepse kur t'i japin pasaportën fëmijës nesër do t'i thonë, emër bab, për këtë pasaport i kam dhoni vot një zdapi që nuk e shifsha dot me sy, po e kam bë për ty. Është një argument më i fortë apo jo? Se sa kur t'i japin atë pasaportën thonë emër Edi Rama pas ke pas drejt, po unë pas kam gjetë çyryk. Ju falenderoj shumë nga zemra dhe ju siguroj, ju them në fund kaq, ju dhe gjithë kavajës dhe Rogozhinës, ju them kaq. Na jepni 5 në 11 maj dhe ne do t'ja u kthejmë 5 fish në një mandat. Faleminderit shumë. Rodh Kavaja, rofshin Kavajsit, rodh Rogozhina, rodh gjithë ky popull i mrekullueshëm, socialist, demokrat, të gjithë çka janë, edhe bashkohuni me këta flamuj, me flamurin më të bukur në botë dhe me flamurin e ëndrës më të vjetër në jetën tonë. Shumë faleminderit.